Në Kosovë, debati politik është ndezur sërish pas një reagimi të fortë nga aktori i njohur Çun Lajçi, i cili ka drejtuar kritika publike ndaj presidentes Vjosa Osmani. E gjithë kjo vjen pas zhvillimeve të fundit politike dhe vendimit të gjykatës kushtetuese e Kosovës lidhur me dekretin për shpërndarjen e kuventit. Në një reagim të publikuar në rrjetet sociale, Lajçi ka shprehur zhgënjimin e tij, duke ngritur pyetje të forta mbi përgjegjësinë institucionale. Ai ka pyetur publikisht si është e mundur që një presidente të akuzohet për shkelje të ligjit dhe të mos jap llogari. Madje, në deklaratën e tij, ai ka shkuar edhe më tej, duke bërë thirrje simbolike për një seancë për shkarkimin e saj. Këto deklarata kanë nxitur reagime të shumta në opinionin publik, duke ndarë qytetarët në dy kampe. Një pjesë e konsideron këtë si një reagim të sinqert dhe të drejtpërdrejtë nga një figurë publike që shpreh zhgënjimin e një pjese të shoqërisë. Sipas tyre, kritikat të tilla janë të nevojshme në një demokraci funksionale, ku çdo zyrtar, pa përjashtim, duhet të jap llogari për veprimet e tij. Në anën tjetër, ka edhe zëra që theksojnë se deklaratat e forta, sidomos kur nuk mbështeten në vendime zyrtare apo prova konkrete, mund të krijojnë keqkuptime dhe tensione të panevojshme. Është e rëndësishme të theksohet se deri më tani nuk ka një vendim që konfirmon se presidentja ka shkelur ligjin në këtë rast specifik. Përkundrazi, nga institucioni i presidencës është theksuar se vendimet e marra janë në përputhje me kushtetutën. Kjo e bën situatën më komplekse, pasi kemi të bëjmë me një përplasje mes perceptimit publik dhe interpretimit institucional. Në thelb, kjo çështje lidhet me mënyrën se si funksionon sistemi demokratik. Në një demokraci, kritika ndaj institucioneve është e lejuar dhe shpesh e domosdoshme, por në të njëjtën kohë është po aq e rëndësishme që akuzat të mbështeten në fakte të verifikuara dhe procese ligjore. Roli i gjykatës kushtetuese në këtë rast është pikërisht ky, të japë interpretimin përfundimtar mbi ligjshmërinë e vendimeve. Ndërkohë, reagimi i Lajçit tregon edhe një fenomen tjetër të rëndësishëm, ndikimin e figurave publike në debatet politike. Si artist dhe zë i njohur, ai ka një audiencë të gjerë dhe deklaratat e tij arrin shpejt tek publiku. Kjo e rrit ndikimin, por edhe përgjegjësinë për mënyrën se si formësohet opinioni publik. Në epokën e rrjeteve sociale, një deklaratë mund të përhapet brenda pak minutash dhe të interpretohet në mënyra të ndryshme. Për këtë arsye, qytetarët duhet të jenë të kujdesshëm dhe të dallojnë mes opinionit dhe faktit. Në fund, kjo situatë nuk është vetëm për një debat mes një artiste dhe një presidenteje. Ajo është një pasqyrë e një pyetjeje më të madhe, sa transparente dhe sa të përgjegjshme janë institucionet ndaj qytetarëve. Dhe ndoshta më e rëndësishmja, si duhet të reagojë shoqëria kur përballet me deklarata të forta, por jo gjithmonë të verifikuara plotësisht. Përgjigjja mbetet në duart e publikut, i cili duhet të informohet, të analizojë dhe të vendosë vetë se kujt i besojë.